Mirë se erdhët në vazhdimin e mbledhjes konstituive të legjislaturës së 5. Konstatoj se me 71 vot zgjidhet kryetari i Kuvendit të Kosovës, që është zoti Kadri Veseli. Të nderuar deputet Parlamentit të Republikës Kosovës, nderuara ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Tracy Ann Jacobson, nderuara nënkryetare e Parlamentit Evropian, zonja Lunacek, të nderuar shkelësi, ambasador të vendeve partnere të Republikës Kosovës, të dashur qytetar të Republikës. Me lejoni të filloj fjalimin tim si kryetar i Kuvendit të Republikës Kosovës, duke shprehur respektin më të thellë për gjithçka që kemi arritur bashkarisht, që nga momenti i lirisë sonë. Jemi këtu të gjithë ne sot para qytetarëve tanë, duke falenderuar së pari familjet e shenjta, mbi supet e të cilëve është ngritur liria jonë, familjet e dëshmorëve si themelet e lirisë dhe pavarësisë së Republikës së Kosovës. Për të gjithë ne këtu dhe gjithë qytetarët e kësaj Republike, Ademi Ashari është inspirim dhe sinonim sublim i vlerave më të shenjta liridashëse. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte kapitulli i fundit, por më i rëndi dhe më i rëndësishmi i betejës sonë shekullore për liri dhe shtet. Shfrytëzoj rastin të përmend edhe rezistencën paqësore dhe veprën e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, që arriti të mobilizoj gjitha shtresat e shoqërisë kosovare, me kërkesën për liri dhe pavarësi të vendit tonë. Të nderuar deputet, qytetarë të Republikës Kosovës, zonja dhe zotrinj, këtë kuvend do tjetë një vend i debateve gjithëpërfshirëse dhe kompromiseve, e jo metodave dhe gjuhës përjashtuese.